raportit që çmimi për 1 kilogram arra ka shkuar deri në 9-10 euro, për shkak se natyrisht e dim që arrat janë të kërkuara edhe për ëmbëlsirën e famshme të Bajramit që është baklava. Megjithatë, Jehona tashmë është në terren me inspektorët, në një vend nuk e kanë lënë të hyjë, pra në njërin prej marketeve, por ne do të marrim informatat se sa kompani janë xhobitur, cilat kanë qenë shkeljen më të mëdha, kanë bërë abuzime çmime, nuk kanë pasur flamuj të origjinës, apo kanë dhënë në treg produkte pa afat. Të gjitha këto na i tregon Jehona, tashmë qenë ka në njërin prej marketeve. Përshëndetje Jehona dhe lidhja për ty. Përshëndetje Raimonda, përshëndetje për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Pra më në fund gjetëm një dyqan i cili nuk e ka problem që të futemi së bashku me inspektoratin. Pra inspektorati qëndrohet në mbikëqyrjes së tregut, për shkak se tashmë siç dihet ata kanë marrë një aksion shtesë, themi, për shkak se ata janë gjithmonë nëpër treg, mirë po sot për shkak edhe të festës së Bajramit, pra kanë dalë paraprakisht të shohin nëse çmimet janë reale apo ato përputhen me çmimet që i kanë në ark. Ndryshe, për të na jepur më shumë detaje, pra këtu pranë me kam edhe inspektorin Xhemail Jashari. Faleminderit shumë që pranuat të jeni me ne sot. Faleminderit për juve, përshëndetje për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Atëherë sot bazuar në ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve, bazuar në planin e punës, po vazhdon edhe sot, domethënë me intensitet më të shtuar, realizimi i vizitave inspektuese në operatorët ekonomik, ku fokus kemi verifikimin e çmimeve të produkteve raftar, flamuj të origjinës, deklaracion e produkteve. Sot pra në këtë operator do të vazhdojmë të verifikojmë çmimin e produkteve në bazë të asaj që ka ekspozuar dhe arkes ku paguhen kanë konsumatorët. Vlen të cekët se në prag të festës Fitër Bajramit, inspektorët e ISHMT-s kanë intensifikuar realizimin e vizitave inspektuese të operatorët ekonomik. Me që rast do të verifikojmë produktet, tash bashkërisht do të verifikojmë produktet, nëse na lejohet mund me vazhdu. Po vazhdojmë, pra duhet të cekëm se jemi këtu në rrugën Muharrem Pejza, për momentin po bëhet inspektimi, po besoj që gjatë ditës është bërë në për pjesë të tjera, apo? Dhe cili është qëllimi në për cilat të vende do shkone për gjithë qytetin e Prishtinës, apo? Realisht vizitat e inspektuese janë të realizuar në tërë territorin e Republikës Kosovës. Pra kemi në këtë muaj kanë vazhduar shumë vizitat, është intensifikuar vizitat inspektuese për shkak se ka qenë edhe dita e konsumatorit, java e konsumatorit, edhe tash kemi edhe festën, siç e cekëm më herët, Fitër Bajramit, ku blerjet e konsumatorëve janë më të shtura, rrjedhimisht është obligim ligjor konform ligjit që inspektorati të mbikëqyrë më tepër tregtimin ose blerjen e konsumatorëve. Pra gjatë kohës që ne po bisedojmë pra me zotrin Jasharin, po i shohim që edhe inspektorët tjerëve se po fillojnë punën e tyre pra në inspektimin e çmimeve, po ashtu pra përveç çmimeve dhe kontrollin e flamujve të origjinës së produkteve. Zakonisht pra sa është problem ky kontrolli, do të thotë vendosja e flamujve apo bëhet në mënyrë të duhur apo ka ndryshime qëllimisht pra për të shitur ndoshta produkte të tjera që nuk po shiten. Në bazë atyre që keni inspektuar këto ditë, jo vetëm sot. Në bazë të inspektimeve, operatorët ekonomik po respektojmë, do të thotë ligjin, po respektojnë ligjin, po vendosin flamuj të origjinës, po i vendosin çmimet, po i respektojnë, por ata që nuk i respektojnë, atëherë masat ndaj tyre i shqipton inspektorati. Po sa i përket çmimeve, apo ka ngritje gjatë kohës festave apo Bajramit, përgjithësi në për të gjitha tregjet? Ka një shtim të numrit të ankesave të konsumatorëve, por inspektorati vepron me shpejtësi, konform ligjit zgjidh ankesat. Ka edhe ngritje çmimeve, mirë po inspektorati domethënë është në vazhdimsi në tërë territorin e Republikës Kosovës, duke mbikëqyrë tregtimin e pra ne po i shohim se disa nga produktet po i marrin, ai zgjedhni kështu pavarësisht se cilat mendojnë që janë dyshimta, apo si bëhet kjo përzgjedhja pra e produkteve si që po e shohim? Po zakonisht ne marrim produkte të ndryshme, mirë po në rastin e ankesave atë fokusi është te ankesa. A keni pasur ankesa konkretisht për ndonjë produkt këto ditëve të fundit apo sa i përket festës së Bajramit në për dyqane të ndryshme? Cilat më shumë do të Po zakonisht tashme që jemi në festën e Bajramit,
produktet që shiten ma shumë, produktet që janë ato që përgatiten ëmbëlsirat për festën e Bajramit, ka edhe ankesa, ka trajtime tyne, ka masa ndëshkuese, dhe kështu vazhdon inspektorati çdo ditë, por tashmë jemi si që thamë disa herë që jemi në prag të festave të festës së Bajramit dhe mbikëqyrja është më e shtuar. Po nuk na treguat pse ju pita një herë, a ka pasur gjatë ditës së sotme që keni hasë në ndonjë ndryshim të madh çmimit, ndoshta që është vënë në zbritje, por që në orë ka rezultuar që është çmimi i njëjtë. Realisht ne edhe nga tereni, ne patëm disa vizita inspektuese, atje kanë çmime në përputhje me orën në raftot. Deri më tani nuk ka pasur diçka të parregull që keni gjetë gjatë ditës së sotme. Jo, sot po flas për ekipin time, sepse ka edhe ekipe tjera në terren. Për ekipin time nuk ka pas, domethënë ka qenë gjithçka në rregull. Pra po e shohim ndërkohë që është duke vazhduar inspektimi i inspektorëve të IQMT-s, kështu që po shpresojmë që gjatë ditës së sotme pra do të bëhet kjo në shumicën e dyqaneve aty ku edhe mendojnë që mund të ketë më shumë zbritje, po ashtu më shumë mashtrime, siç po raportojnë pra edhe vetë qytetarët që po kanë shumë ankesa. Pra si shpesheni inspektorët kolegë, shkëlqejni e Altinin, janë duke verifikuar çmimin e ekspozuar fillimisht, pastaj këto produkte mirën shkruajnë te orga atje dhe verifikuan se a janë përputhje me njëra tjetrën. Në rast se nuk janë përputhje, atëherë mirën mosa ndëshkuese ndaj operatorit ekonomik. Faleminderit shumë atar. Ata po ju lëmë pak me pamje Raimonda nëse ke ndonjë pyetje prej studios, e mirëpresim. Jo, Hona, faleminderit shumë, ne po i shohim bashkë pamjen, mund vazhdojmë të shohim edhe pak ato, pra aksion të tillë ka në krejt Kosovën sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për abuzim çmimesh, për çështje me flamuj, për tejkalim të afatit të përdorimit dhe ja pra ku janë inspektorët, më falni, duke kontrolluar në njërin prej marketeve në kryeqytet, i cili ndër të tjera nuk e ka pasur problem që aty t'jenë edhe kamerat tona Petriti së bashku me Johonën, të cilët po na mbajnë të informuar direkt nga ky aksion i ditës së sotme që po ndodh në Prishtinë, por sipas ministrisë po ndodh në krejt Kosovën dhe për qëllim ka sigurinë e atyre që konsumojnë qytetarët e Republikës së Kosovës, jo vetëm për Bajram, por edhe vazhdimisht në ditë të zakonshme. Pra po i shohim inspektorët që po i marrin produktet në dorë dhe me një laps po shënojnë diçka, nuk e di a ka vrejtje të këto produkte, apo vetëm po i verifikojnë si të tilla. E dëgjuam inspektorin që e udhëheqte këtë pjesë e inspektoratit që tha se deri më tani në inspektimet që kanë bërë në Prishtinë nuk kanë hasur në diçka që nuk do duhej, pra produktet janë me afat dhe po ashtu e kanë të vendosur siç duhet flamurinë e origjinës, që është një obligim tjetër ligjor në Kosovë. Ne po e falenderojmë Johonën edhe Petritin, besoj që më shumë nga ky aksion do të mund të informoheni në lajmet e mbrëmjes në KTV, po ashtu në portalin koha.net. Ne bashkë do të takohemi nesër me 33, ju vazhdoni të qëndroni me KTV dhe shihemi pra nesër.